Rreth 3.000 shtëpërndjekur politik dhe familjar të tyre kanë mundësi të përfitojnë nga shpërndarja e këstit të 5 të dëmshpërblimit, i cili tashmë ka nisur. Ndërkohë, sipas kryetarit të shoqatës së shtëpërndjekurve politik antikomunist Leonard Beko, vazhdon edhe shpërndarja e këstit të 4 për ata që ende nuk e kanë tërhequr, por problematike mbetet dokumentacioni i duhur që shumë prej përfituesve nuk e kanë plotësuar. Ndaj edhe Beko bën thirrje që të gjithë të interesuarit t'i drejtohen shoqatës për të bërë të mundur plotësimin e dokumentacionit dhe më pas përfitimin e kësteve të dëmshpërblimit. Duhet patjetër të vinë të paraqiten në zyrë, që t'ja u shikoj dokumentat, kush ka ndonjë mungesë, kush ka diçka të vogël se pastaj nuk marrin kestet dhe vinë thonë pse si kemi marrë kestin e 4, pse si kemi marrë kestin e 5. Ka shumë dhe ka që s'kan marrë dhe kestet e para, të dyta, të treta, që vinë vërdallë sepse nuk plotësojnë me rregullsi dokumentacionin që duhet. Afati për plotësimin e dokumentacionit është 15 janari, ndaj dhe të interesuarit duhet të nxitojnë për të bërë të mundur përfitimin e këstit të 5 të dëmshpërblimit.